Ngjarje e vërtetë. Miliarderi saudit Sulejman Al-Raihi rrëfen. Isha aq i varfër sa nuk mund të paguaja asnjë ekskursion shkollor që kushtonte vetëm 1 rial. Qava shumë para familjes sime, por ata nuk kishin as atë rial. Një ditë para ekskursionit ju përgjigja saktë një pyetje të mësuesit dhe ai më dha 1 rial si shpërblim, mes duar trokitjeve të nxënësve. Pa menduar 2 herë, vrapova tek organizatori dhe pagova. Tërstimi im u kthye në një gëzim të madh që më zgjati me muaj dhe vite. U rrita, kaluan vite dhe Allahu më dha një pasuri të madhe. Fillova të merrem me punë bamirësie dhe atëherë më erdhi ndërmend ai mësues palestinez që më kishte dhënë atë rial. Më pëlqente të mendoja, ma dha si shpërblim apo si lëmoshë. Vendosa ta kërkoj pa marrë parasysh sa do të më kushtonte. Allahu më udhëhoqi tek ai. Ishte në një gjendje të vështirë, pa punë dhe po përgatitej të shpërngulej. I thash, kam një borxh të madh ndaj teje. Ai më përgjigj, nuk kam borxhe ndaj askujt. E pyeta, të kujtohet nxënësi që i dhe 1 rial sepse ju përgjigj një pyetje? Ai buzëqeshi dhe tha, po më kërkon ta kthej atë rial? I thash po. E mora me makinë dhe u ndalëm përpara një vile të mrekullueshme. Zbritëm dhe i thash, ky është kthimi i borxhit tim ndaj teje. Kjo vil, kjo makinë, një pagë për gjithë jetën dhe një punë për djalin tënd në kompaninë time. Mësuesi mbeti shtangur dhe tha, por kjo është shumë. Al-Raihi ju përgjigj, besom, gëzimi që ndjeva atëherë për atë 1 rial ishte shumë më i madh se sa gëzimi që ndjej sot, edhe pse kam 10 vila si kjo. Ende nuk e kam harruar atë lumturi nga kujtimet e Sulejman Abd al-Rahit. Allahu e mëshiroft. Muslimanët në Afrikë përbëjnë një grup të madh dhe të shumëllojshëm për nga kultura, traditat dhe praktikat fetare. Afrika ka një histori të gjatë të islamit që daton që nga shekulli 7, kur islami filloi të përhapej në pjesën veriore të kontinentit dhe më vonë në rajone të tjera. Ja disa aspekte të rëndësishme për muslimanët në Afrikë. Popullsia. Afrika ka një prej popullsive më të mëdha muslimane në botë, me vende si Nigeria, Egjipti, Etiopia, Algjeria dhe Sudani, që kanë numër të lartë të muslimanëve. Diferencat në besim. Në Afrikë janë të pranishëm si sunizmat ashtu dhe shizmat, si dhe disa grupe dhe sekte të tjera që ndjekin tradita të ndryshme islame. Ndër shumë traditat është sufizmi, gjithashtu i njohur dhe i praktikueshëm në disa vende. Praktikat islame janë të variushme duke reflektuar kulturat lokale dhe traditat siç janë festat, lutjet dhe mënyrat e adhurimit. Muslimanët në Afrikë përballen me sfida të ndryshme, përfshirë varfërinë, arsimimin dhe nganjëherë tensionet politike dhe ndërfetare. Muslimanët kontribuojnë në shumë aspekte të jetës shoqërore dhe ekonomike, përmes bizneseve, edukimit dhe organizatave përkatëse. Islami në Afrikë është një fenomen kompleks që është vazhdimisht në zhvillim, përfaqësuesi kultura dhe traditave të ndryshme që formojnë këtë kontinent të pasur. Afrika veriore, prej Egjiptit deri në Marok, shumë herë ju bashkangjit territorit islam. Afrika lindore ishte e para e cila për shkak të afërsisë me Arabinë pranoi ndikimin e islamit. Këtu në islam nuk kaluan vetëm krahinat e mëdha, por formuan edhe shtete të rëndësishme. Afrika perëndimore shumë vonë njohu islamin, por përpjekjet energjike të disa sunduesve i tërhoqën në besim shumë vende të këtyre viseve. Sipas kronistëve arab, prej këtu rrjedhin detarët të cilët për të parën herë e zbulon rrugën për në Amerikë dhe Brazil. Vetë Afrika ra në dominimin e fuqive evropiane të Francës, të Gjermanisë, Portugalisë, Belgjikës e tjerë. Shumë vise të Afrikës kurse njohën pushtetin musliman, por këtu islami u zgjeru pa ndërprerje deri më sot, përkundër rezistencës së fortë të pushteteve dhe marionetave të tyre. Me dekolonizimin e kohëve të fundit, shumica e shteteve me shumicë muslimane u bën të pavarura, edhe pse disa prej tyre janë nënshtruar tiranisë dhe përsekutimeve të diktaturave. Shejtani i mallkuar është një shprehje që përdoret në besim, në fe dhe kultura të ndryshme për të përshkruar shejtanin si një qenie të përjashtuar nga mëshira dhe udhëzimi hyjnor. Në islam, shejtani njihet pra si iblisi, si kryesori i tyre. Një xhin që fillimisht ishte në praninë e Allahut, por u mallku dhe u përjashtu për shkak të refuzimit të tij për të pranuar krijimin e njeriut si të veçantë nga balta. Kur Zoti kërkoi krijesave të tij të përulen për Ademit si shenjë derimi për krijimin e tij, iblisi për shkak të krenarisë së tij refuzoi dhe argumentoi se ishte bërë prej zjarrit, ndërsa njeriu prej dheut, duke besuar kështu se ishte më superior. Për këtë arrogancë dhe mosbindje, ai u përjashtua dhe u mallkua nga mëshira e Zotit. Në Kur'an, iblisi përmendet në disa ajete ku tregohet historia e tij dhe misioni i tij, për të devijuar njerëzit nga rruga e drejtë. Shejtani i betohet Zotit se do të përpiqet të tundojë njerëzit dhe t'i largojë nga besimi dhe devotshmëria, duke premtuar që do të punojë për t'i mashtruar ata deri në ditën e gjykimit.
Për këtë arsye, ai shihet si simbol i tundimeve dhe i mëkateve. Një figurë që përfaqëson rezistencën ndaj së mirës dhe shpirtit të drejtë. Në kulturën islame besohet se shejtani ka ndikim në mendjet dhe zemrat e njerëzve duke i nxitur drejt mëkateve dhe zakoneve negative. Por ky ndikim nuk është absolut. Njerëzit kanë lirinë e zgjedhjes dhe mund të kërkojnë mbrojtje nga Zoti duke thënë Audhu billahi minash shaitanir rajim. Mendimin e Allahut mbrohem nga shejtani i mallkuar, përmes lutjeve, adhurimit dhe përforcimit të vlerave morale. Në shumë raste, njerëzit lexojnë pjesë të Kuranit si surën Felek, surën Nas, që quhen dy mbrojtëset, siç tha dhe Muhamedi alayhis salam. Pra, lutjet mbrojtëse kundër ndikimit të shejtanit të mallkuar. Në thelb, koncepti i shejtanit të mallkuar nxit që njerëzit të jenë të vetëdijshëm për tundimet dhe të luftojnë kundër dobësive të tyre për të ruajtur pastërtinë shpirtërore dhe afërsinë me Allahun. Inna shejtane kana lin-nasi aduwan mubin, me të vërtetë shejtani është armik i përbetuar i njerëzit. Andaj, ne duhet të mbrohemi përmes Kuranit famlar nga shejtani i mallkuar. Bismillahirrahmanirrahim. Bamirësia ka shpërblim të madh. Sadakan Allahu e shton dhe sadakdhënësit përfitimet ja shumë fishon, gradat ja rrit dhe për këtë dëshmojnë shumë argument. Allahu i Madhërisht thot në Kur'an surën Hadid ajeti 18. Ata që japin lëmosh e që japin Allahut një hua të mirë qofshin burra ose gra, do të shumë fishohet përfitimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik. Ky ajet qartëson se kush jep sadaka nga burrat dhe gratë nuk dallohet në vlerë ndaj atij që sadakan e merr dhe sadakdhënësi. Kur jep në këtë rast nuk bashkëpunon me njerëzit, por ai me sadakan e tij jep hua Allahut dhe bashkëpunon drejt për drejti me Allahun. Ja ka stimulim më të mirë për të dhënë sadaka sesa ndjenja e thellë në shpirtin e atij që jep, se është duke i dhënë hua të pasurit e të lavdëruarit dhe të bashkëpunojë me sunduesin e tokës. Dhe tëra të pasuri që shpenzon do t'i kthehet shumë fish dhe pas gjithë kësaj do të ketë një shpërblim fisnik. Allahu në një ajet tjetër thot: do t'i jap Allahut një hua të bukur që ai t'i rikthej shpërblimin shumë fish. Surja Bekare 245. Gjasasi Allahu mëshiroft duke sqaruar urtësinë, sepse Allahu lëmoshën e quajti hua, tha: Allahu e quajti hua për ta forcuar meritën për shpërblim nga ajo vepër, pasi pas çdo huaje kompensimi është i merituar. Ibn Kaimi Allahu mëshiroft sqaroi se sadakadhënësi kur e di se kapitali i tij do t'i kthehet prap, dhe kjo është e patjetërsueshme, vetja e tij sadakan e jep vullnetarisht me vetdëshirë dhe ka shumë më lehtë për ta nxjerrë. Andaj kur e di se ai që e kërkon huan është i pasur, bamirës dhe e kthen borxhin, kjo është më tepër. Ja shumë fishon veprën, ja shton zemërgjësinë, pastaj kur e di se ai që e merr kërkon hua, bën tregti për të me borxhin që merr, investon dhe ja shton pasurinë, derisa ti shumë fishohet ajo që ka dhënë. Atëherë jep edhe më lehtë. Shtoja kësaj edhe atë se kur e di se për skaj të gjithë këtyre përfitimeve i jep nga dhuntit e tij shpërblim tjetër, jo nga lloji i sadakas. Ai nuk e lë dhënien e huas asesi, por nëse ka smundje në veten e tij, si kopracin apo mos pasja besim në atë që është garantuar, atij shëmbëllën atij që mbjell një kokër nga e cila dalin 7 kallëj, ku secili kallëj ka nga 100 kokra. Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshirojë. Allahu është mirëbërës, i madh dhe i gjithdijshëm. Surja Bekare ajeti 261. Ajo çfarë ndikon shumë që njeriu të stimulohet në dhënien e sadakas është se Allahu ja shton atij shpërblimin pa llogari, nga mëshira dhe furnizimi i tij, i cili nuk ka fund dhe kufi. Kurse prej haditheve që aludojnë në madhështinë e shpërblimit të sadakas, e cekim fjalën e të dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë për të, i cili tha: kush jep lëmosh nga pasuria e pastërt dhe Allahu e pranon vetëm atë që është e pastërt. Vërtet Allahu e pranon atë me të djastën e tij, qoftë ajo edhe një hurm, ajo shtohet në dorën e Zotit derisa të arrijë madhësinë e kodrës, ashtu siç ndonjëri prej jush e rrit të voglin e kalit dhe të deves, që sapo është ndarë nga gjiri nënës së vet. Sadakaja është fryt pune. Siç tha Ibn Haxheri, Allahu mëshiroft, pra sadakaja është fryt pune. Pjella kafshës më së shumti ka nevojë për përkujdesje nëse është në atë moshë që sapo është ndarë nga gjiri nënës së vet. E nëse përkujdesja ka qenë e mirë,
atëherë ajo do të arrijë shkallën e përsosmërisë. E njëjta vlen edhe për veprën e birit të Ademit, në veçanti sadakan. Kur njeriu jep sadakan nga pasuria e pastërt e tij, Allahu nuk dalet së shikuari drejt saj, derisa të përfshijë cilësia e përsosmërisë e të përfundojë me shumë fishim. E deri në një mas saqë dallimi të jetë aq i madh, sikurse është cekur në hadith, si në mes të hurmës dhe malit, dhe me sa duket shpërblimi i madh përshkruhet për qëllim, e ka se vetë sadakaja arritet që të peshojë më rënd në peshore, apo mund të jetë edhe ajo se për qëllim e ka shpërblimin e saj të madh. Një hadith tjetër i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: kush shpenzon nga pasuria e tij në rrugt të Allahut, atij i shkruhet 700 fish. El Mubarek Furi, Allahu mëshiroft, tha: ky është premtimi më i vogël dhe Allahu shton edhe më shumë më tepër për atë që do. Në një hadith tjetër që përcjell Ebu Mesud el Ensari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë se një burrë erdhi me devën e tij dhe në të kishte kapistër dhe tha: këtë devë po e jap për hir të Allahut. I dërguari i Allahut tha: me të do t'i fitosh ditën e Kiametit 700 deve, të gjitha me kapistër. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, një ditë prej ditëve mbante rrush në duart e saj, ndërkohë pa një të mirë, kërkoi prej saj që t'i jap ushqim, e ajo ju drejtua njëri të pranishëm aty dhe i tha: merre një kalavesh dhe i jepja atij. Burri u habet dhe filloi të shikojë në Aishën, kurse ajo ja ktheu: po çuditesh sa të mira ishin në këtë kokër rrushi? Yahya ibn Muadh, Allahu e mëshiroft, tha: nuk di që një kokër peshon sa malet të dunjas përveç kur jepet si sadaka. Zbulime shkencore nga Kurani. Rreth përputhshmërisë së disa zbulimeve në ekzistencën me të dhënat kuranore. Profesor Yushudi Kozan: jam shumë i impresionuar me të zbuluarit e vërtetës në Kuranin famlar. Profesor Dr. Ezendani, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju. Ky profesor flet në gjuhën e tij japoneze, është profesor Yushudi Kozan, drejtori i Institutit Astronomik në Tokyo. Në fillim i treguam disa vargje kuranore, të cilat flasin për fillimin e krijimit dhe për atë që toka dhe qielli ishin një. Profesor Yushudi, kur e lexoi domethënien e këtyre vargjeve kuranore, filloi të na pyes mbi Kuranin dhe kohën kur ka zbritur ai. I treguam se Kurani ka zbritur para më shumë se 1400 vjetësh. Ne e pyetëm rreth këtyre të vërtetave me të cilat kishin të bënin vargjet kuranore. Ai na u përgjigj dhe pas çdo përgjigje ne i lexonim nga një varg kuranor. I magjepsur dhe i habitur, ai tha: vërtet Kurani përshkruan universin nga pika më e lartë e ekzistencës. Çdo gjë para tij është e hapur. Ai prej të cilit ka ardhur Kurani e sheh çdo gjë në univers. Asgjë s'është e fshehur për të. E pyetëm për periudhën kohore kur qielli ishte një masë fillestare gazore. Na u përgjigj se faktet që vërtetojnë këtë janë të shumta. Tani, thot profesor Kozan, kjo gjë është bërë e dukshme dhe e qartë. Sot ne shohim yje në qiell, të cilat përbëhen nga kjo masë gazore. Masë e cila është baza e universit, siç shihet në këtë pra dhe në disa pamje tjera. Kjo fotografi u bë kohët e fundit ndërmjet anijeve kozmike, pra galaktikat. Në këtë fotografi është fotografuar një prej galaktikave dhe shihet qartë se ajo është e përbërë nga tymi. Pra shikohen anët e kuqe të galaktikës, e cila gjendet në fillim të flakërimit, kurse në mes, ku flaka është e fortë, shihet ndryshim. Kështu pra këto yje të shëndetshme në fillim ishin tym ose masë gazore, gaz. I gjithë universi ishte tym ose masë gazi. Profesorit i lexuam vargun kuranor ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim, thumma istawa ila as-samai wa hiya dukhanun faqala laha wa lil-ard atiniya taw'an aw karhan qalata atayna ta'in. Pastaj Zoti ju drejtua qiellit, i cili ishte tym, dhe atij dhe tokës i tha: nënshtrojuni urdhët tim me dëshirë ose me dhunë. Ata të dy thanë: po i nënshtrohemi me dëshirë. Surja Fussilet ajeti 11. Disa dietarë, duke folur mbi fazën fillestare të qiellit, thonë se ai ishte mjegullnaj. Profesor Yushudi Kozan thotë se fjala mjegullnaj nuk i përshtatet përshkrimit të bërë me fjalën tym në Kur'an, sepse mjegullnaja është e ftohtë, kurse ky tym përmban një sasi nxehtësie. Prandaj përshkrimi më i mirë është me fjalën tym. Pra kjo që thot profesor Kozan përputhet plotësisht
me ajetin kuranor. Kështu ai filloi të shpjegoj vargjet që ja lexonim dhe në fund e pyetëm: "Çfarë mendoni mbi këtë fenomen, profesor, për të cilin ju jeni dëshmitar? Shkenca me përparimin e saj po zbulon sekretet e universit. Shumë nga këto sekrete janë përmendur në Kur'an ose në thënjet e Muhamedit a.s. A mendoni se ky Kur'an, të cilin na e solli Muhamedi a.s. mund të jetë produkt i mendjes njerëzore?" Profesor Kozan në ligjëratën e tij tha: "Jam i impresionuar shumë me zbulimin e zvërtetës në Kur'an. Para nesh astronomët u morën me studimin pjesëve të kufizuara në qiell, kurse ne jemi përqendruar në të kuptuarit e këtyre pjesëve, sepse nëpërmjet teleskopit ne mund t'i shohim të gjithë pjesët kryesore në qiell, e gjithashtu nëpërmjet të lexuarit Kuranit marrim edhe përgjigjen e pyetjeve. Besoj se unë mund ta gjej rrugën time të ardhshme për studimin e universit." Profesori Zindani, pra, siç e shohim, ai thotë se është e mundur që Kurani të jetë produkt i mendjes njerëzore. Gjithashtu ai thotë, ne dietarët në studimet tona jemi përqendruar në një pjesë të vogël, ndërsa kush e lexon Kuranin ka para vetes tablo të një përshkrimi të gjerë mbi universin. Profesor Kozan gjithashtu tha: "Unë njoha një metodë të re në studimin e universit. Atë duhet ta vështrojmë në mënyrë të gjithanshme dhe jo në mënyrë të pjesërishtme. Unë do t'i përmbahem kësaj metode dhe pasi lexova Kuranin e u njoha me këto vargje kuranore të cilat flasin mbi universin, zbulova metodën e të studiuarit tim në të ardhmen. Në seminarët e mia të ardhshme do të kem një vështrim të gjithanshëm, gjë të cilën e fitova nga libri i Allahut." Profesor Zindani: "I lartësuar je o Zot, i lartësuar je ti o Allah." Ja, dietarët e lindjes dhe të perëndimit po i përulin kokat e tyre në shenjë respekti ndaj Kuranit famlar. Kurani është argument i Muhamedit a.s., është mrekulli e përhershme dhe vazhdueshme, është mrekulli e gjallë, i cili bind muslimanët dhe jo muslimanët. E kështu do t'i bind brezat e ardhshëm deri në ditën e gjyqit të madh. Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi. Po Allahu dëshmon për atë që t'u zbrit ty, atë ta zbriti sipas dijes së vetë. Nisa 166. Wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Dhe thuaj falënderuar qoftë Allahu, ai do t'ua tregojë argumentet e veta dhe do t'i njihni ato argumente. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbik huwa al-haq wa yahdi ila as-sirati al-aziz al-hamid. E atyre që është dhënë dija e dinë se kjo që të është shpallur nga Zoti yt është e vërtet dhe udhëzon në rrugën e gjithfuqishmit dhe të lavdëruarit. Allahu te baraka wa ta'ala ma yushrikun. Pra, dietarët më të mëdhenj dhe eminent botror u përulën para kësaj fjale të madhe që është fjala e Allahut, e cila fjalë për çdo ditë më shumë, pra po vërtetohet se ka fol për shumë gjenerata dhe gjenerata që do të vinë për shkencën dhe zbulimet e mëdha shkencore. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Mrekullia kuranore në historinë mbretërore të Egjiptit. Kurani fisnik nuk i përmend sundimtarët e Egjiptit të lartë veçse me emrin Faraon. Kjo afërsisht në 60 versete kuranore me përjashtim të një kapitulli në të cilin sundimtari i Egjiptit përmendet me emrin mbret. Allahu i madhëruar thot: Mbreti tha: "Kam parë ëndër 7 lopë të majme dhe 7 lopë të dobët." Kurani 12:43. E mbreti tha: "Ma sillni atë." Kurani 12. Në surën Yusuf nuk përmendet emri Faraon, megjithse pejgamberi Yusuf a.s. jetoi në Egjipt. Në këtë sure përmendet në 3 ajete, 43, 50, 54. Sundimtari i Egjiptit me emrin mbret dhe jo me emrin Faraon. Pse ndodh kjo? Të tre këto versete mbeten një mrekulli kuranore, derisa në fund të shekullit 19 u bë njohur shkrimi i hieroglifeve nëpërmjet të cilave bota mësoi historinë e Egjiptit në mënyrë të saktë. Dhe në fillimet e shekullit 20 u shfaq mrekullia. Pejgamberi Yusuf a.s. jetoi në Egjipt në kohën e sundimit të mbretërve dinastisë Hiksas, të cilët dolën fitimtar mbi ushtritë e faraonëve dhe sunduan në Egjipt nga viti 1830-1580 para erës së. Derisa i nxorri prej andej masi i parë që formoi imperatorinë e tij. Kështu Kurani ishte tepër i saktë në fjalët e tij. Nuk thot faraoni, por mbret. Pasi Yusufi a.s. jetoi në Egjipt në kohën e mbretëve, ndërsa sundimi i faraonëve u kufizua shumë
dhe bën sikur qytet të tyre Thebe ose Tiba. A nuk përmendet kjo një mrekulli historike e Kuranit që dëshmon për saktësinë e eksaktësinë e tij, e përrjedhoi, dëshmon për pejgamberllëkun e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Faraoni në Kur'an. Zbulimi i sekreteve. Faraoni është një figurë diktatoriale e cila përmendet në Kur'an, sidomos në lidhje me historinë e pejgamberit Musa alayhis salam. Në Kur'an faraoni përfaqëson kryenësinë, arrogancën dhe mohimin ndaj Zotit, si dhe në këndvështrimin e përballjes me të dërguarin Musa alayhis salam që dërgohet për ta udhëzuar të dhe popullin e tij. Ja disa pika të rëndësishme lidhur me faraonin në Kur'an. Në 1. Arroganca dhe mohimi. Faraoni e mohoi ekzistencën e Zotit dhe e shpalli veten si Zot. Tha en rabbuka ala. Duke thënë se ajo që kishte ndërtuar dhe arritur ishte vetëm rezultat i fuqisë së tij. Në 2. Persekutoi hebrejt. Ai e persekutoi popullin e Izraelit duke i shtypur dhe i bërë sklever dhe refuzoi të dëgjonte thirrjen e Musait për t'i liruar ata. Në 3. Takimi me Musain alayhis salam. Faraoni kishte disa takime me Musën, ku ky fundit i sillte argumente të forta dhe mrekulli për të dëshmuar fuqinë e Allahut, por faraoni mbeti i pandryshuar në qendrim, pra nuk u përmirësua. Në 4. Mrekullitë e Zotit. Për të provuar faraonin, Zoti dërgoi mrekulli duke përfshirë ndodhi si ndëshkime me bretkoca, karkaleca, ujëra që shndrohen në gjak, storma, por prapse ai nuk u bind. Në 5. Një fund tragjik. Faraoni u fundos në detin e Kuq pasi e ndoqi Musain dhe popullin e tij në përpjekje për t'i kapur ata. Kjo ndodhi pasi Musa e ndau detin me urdhrin e Allahut te bareke wa taala. Në 6. Mësimet që duhen nxjerrë. Historia e faraonit shërben si një paralajmërim për ata që refuzojnë të besojnë dhe që mohojnë fuqinë e Krijuesit, duke treguar se çdo arrogant do të marrë një fund. Do të ketë një epilog të hidhur. Prandaj arroganca është veti e prishur, është veti delikuente, është veti deviante dhe duhet të shmangemi nga kjo veti. 7. Zbulesa e sekreteve. Ndikimi i faraonit në moralin dhe etikën e shoqërisë përmendet në Kur'an për të ilustruar pasojat e qëndrimeve arrogante dhe mohimin ndaj Zotit. Duke shpalosur arrogancën e tij, ai ndikonte edhe tek shoqëria dhe tek populli. Andaj, ajo arrogancë është edhe shembull në ditët e sotme që njerëzit arrogant nuk arrin asnjëherë sukses. Padyshim se Zoti është me besimtarët, njerëzit modest dhe njerëzit që duan punën, progresin dhe veprimin e gjërave të bukura dhe të mira në shërbim të shoqërisë. Historia e faraonit në Kur'an është një mesazh për besimtarët mbi rëndësinë e përulësisë, besimit dhe ndihmës së Zotit për ata që e kërkojnë atë. Si thot Zoti në Kur'an, udhuni fastajib lakum, lutmuni mua dhe unë ju përgjigjem. Prandaj ne i mbështetemi Allahut, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Zoti i madhreshëm, ai është ndihmtari ynë, krijuesi ynë. Dhe ne jemi të përulur, dhe ne jemi modest, të sinqert dhe të drejtë. Çdo rob i Allahut ka nevojë për një vëlla që ta dojë e ta ndihmojë, të ndaj gëzimet dhe hidhrimet me të, e të shkëmbejë dëmshuri të ndërsjellë. Ajetet kuranore tregojnë: "Dhe caktom një ndihmës nga familja ime, Harunin, vëllain tim. Rrit ma fuqin për mes ti dhe bëma shok në punën time, që të madhërojmë shumë dhe të kujtojmë pareshtur." Kurani 20, 29, 34. Ata janë miqtë e njëri tjetrit. Kurani 5, 51. Padyshim, Allahu i do ata që luftojnë në çështjen e tij në rreshta si të ishin një fortesë. Kurani 61, 4. Dhe ai ka bashkuar zemrat e tyre. Kurani 8, 63. Besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit. Kur'an 49, 10. Çështja që po diskutojmë ka të bëjë me temën e librit, sepse të paturit e një shoku të mirë të vlefshëm i sjell zemrës hare. Pejgamberi alayhis salam ka transmetuar se Allahu ka thënë: "Ku janë ata që duan njëri tjetrin për shkak të madhërisë sime? Sot do u siguroj hije, në ditën kur nuk ka hije përveç hijes sime." Dy njerëz që e duan njëri tjetrin për hir të Allahut, bashkohen për atë dashuri dhe ndahen për të. Andaluzia, hilafeti i Andaluzisë. Ashtu siç u theksua edhe më lart, në kohën e ardhes së dinastisë Abasite në pushtet, Spanja u nda
nga halifati lindor i muslimanëve. Vetëm pas vitit 750 vjetëve, 1492, gjurmët e fundit të shtetit musliman këtu do të zhduken nga të krishterët e Kastiljes. Ky sundim i gjatë për Spanjën nuk ishte vetëm periudhë përparimit të madh, por në veçanti burim i shëmbëltyrës. Fakultetet islame të Spanjës nuk u privuan nga tërheqja e studentëve nga të katër anët e Evropës. Gjurmët e arkitekturës islame që ende duken në Gadishullin Iberik tregojnë përparimin mahnitës në këtë lëmi. Pas disfatës luftarake, muslimanët përjetuan persekutime të përgjakshme nga misionarët e krishterë. Krahas kësaj, ata duhej të shikonin edhe zhdukjen masive të bibliotekave, kur u dëgjen qindra mijë dorëshkrime. Kjo ndodhi para zbulimit të shtypshkronjës, zemri që i pazëvendësueshëm, jo vetëm për muslimanët, por edhe për tërë botën. Çliриmin e Indisë e filloi dinastia Gaznevite nga Afganistani, pas disa dinastive të cilat u kënaqën me pjesën veriore të vendit. Kilitët u nisën për në jug, por vonë India jugore do ta pres formimin e shtetit islam. Sunduesit më të njohur të Indisë qenë Mogulët e mëdhej, 1526-1858. Një kohë të gjatë ata sunduan në tërë sipërfaqen e këtij shteti të gjerë, por shteti qendror i tyre filloi të dobësohej në shekullin 18, ndërsa në vitin 1858 anglezët i nënshtruan përfundimisht në mënyrë që t'ia bashkonin 3/5 e tokës mbretërisë angleze. Pjesën tjetër ndan mes vetë shteteve autoktone, prej të cilave disa qenë musliman. Këto shtete të vogla të varura e ruajtën kulturën muslimane deri në ditët e sotme. Njëra prej tyre, Hyderabadi, në qendër të Indisë, me se 20 milion banor u dallua me reformën e saj të mësuarit islam. Universiteti i saj i tipit perëndimor përbëhej prej 10 fakulteteve, ndër të cilat edhe fakulteti i shkencave islame. Në të gjitha shkallët dhe në të gjitha fakultetet mësohej gjuha arabe, fiku, hadithi, e krahas gjuhës angleze dhe matematikës, qenë të obligueshme dhe lëndët e tjera të mësimit modern. Fal politikës britaneze në këtë rajon të botës, pas 30 vjet pune dhe rezultateve të jashtëzakonshme, prej saj mbeten vetëm përkujtime. Kina kur nuk e përjetoi pushtetin politik musliman në lindje dhe juglindje të Azisë. Muslimanët me të ardhur në Azinë Veriore e islamizuan provincën Xinjiang dhe përmes detit arritën deri te provinca Yunnan, fal veprimit paqëdashës muslimanëve të ditur, me miliona kinezë dhe tibetas e pranuan islam. Në Azinë Juglindore vazhdimisht shekuj me radhë kthenin tregtarët musliman nga jugu i Arabisë dhe nga jugu i Indisë. Në sajt të urvatjeve të tyre u islamizu jo vetëm Gadishulli i Malajzisë, por edhe shumë ishuj të tjerë të këtij regioni. Islami dominoi jo vetëm në Indonezi, por edhe në ishujt jugor të Filipinave. I ndarë në shumë provinca, këtë region gradualisht e pushtuan evropianët, kryesisht anglezët dhe hollandezët. Pas shumë shekujsh të studimit të huaj, Indonezia e filloi dhe e fitoi pavarësinë e saj. Gadishulli i Malajzisë arriti ta kthente sovranitetin e vet në kuadër të Commonwealthit britanik. Të tregosh dashamirësi ndaj jetimëve. Jetimet janë parësor. Disa prej këtyre fëmijëve janë fëmijë dëshmorësh, ndërsa disa i kanë humbur prindrit prej sëmundjeve dhe aksidenteve rrugore, dhe madje ndonjëri prej tyre është kurban i dëshirave botërore të ndonjërit në vende të ndryshme të botës. Pa jetuar ende fëmijërinë e tyre, janë përballur me fytyrën e ftoftë të luftës, e cila aq sa shkatron qytetet, shkatron dhe shpirtat. Tashmë nënat dhe baballarët e tyre nuk i kanë pranë. Ata meritojnë më shumë se kushdo tjetër që dikush të dalë për Zot. Ata ashtu si jetimet pranë Umud Derdas shpresojnë si harish nga i dërguari i Allahut, interesim nga besimtarët dhe dashamirësi dhe mshuri. I dërguari i Allahut duke urdhëruar: shtëpia më e hajrit ndër muslimanët është shtëpia brenda së cilës ndodhet një jetim, ndaj të cilit sillen mirë, ndërsa shtëpia më e keqe ndër muslimanët është shtëpia ku gjendet një jetim, ndaj të cilit nuk sillen mirë. Na kujton neve se sjellja e mirë apo e keqe ndaj një jetimi është një kriter i rëndësishëm që përcakton faktin që një folë të jetë e mirë apo e keqe. Islami është dashuri. Është kënaqësi të flasësh për këtë sistem të përkryer i cili është platformë dhe zgjidhje për mbar njerëzimin, që thërret
të gjithë pa përjashtim që ta adhurojnë një krijues, i cili krijoi çdo gjë me saktësi dhe dashuri. Islami në tërësi thret në paqe dhe dashuri. Andaj Muhamedi a.s. thot: "Jepni selam mes vete, do të duheni." Islami dhe dashuria janë dy gjëra të pandara nga njëra tjetra, sepse vetë Islami thret në dashuri, në gjëra të mira, në mendime dhe veprime pozitive. Muhamedi a.s. kur mori vesh se kojshiu i tij hebrej nuk kishte ushqim tek familja e tij, ai ndau gjysmën e bukës dhe ushqimit në shtëpinë e tij për t'ia dërguar këtij kojshiu, sepse ai i donte njerëzit pa marrë parasysh besimin që kishin, pra edhe pse ishte i një konfesioni tjetër. I shikonte ata me syrin e mëshirës, sepse vetë ishte dërguar si mëshirë për mbar njerëzimin. Martin Luther Kingu në disa nga ligjërimet e tij thoshte: "Duajini armiqt tuaj." Muhamedi a.s. u gjujt me gur në qytetin Taif, por asnjëherë nuk mori hak, por lutej me dashuri edhe për ata që e gjujtën me gur. Lutej që Zoti Xheleshanuhu ti mëshiroj dhe ti udhëzoj ka e vërteta. Po ashtu kemi ngjarjen e dhimbshme të pejgamberit Jusuf a.s. i cili nga vëllezërit e tij u injoruan nga xhelozia që kishin për Jusufin, e hodhën në bunar me arsyeën se babai i tyre Jakubi a.s. kishte dashuri më shumë për Jusufin a.s. se sa për djemt tjerë të rritur. Ata e dënuan me ignorancë dhe hile, por prap Jusufi a.s. u aktheu me dashuri, mëshirë dhe pa hakmarrje, edhe pse Allahu e ngriti në pushtet të lartë ministror. Kurani tregon për dashurinë e pejgamberit Jakub a.s. ndaj djalit të tij Jusufit, njashtu edhe dashurinë e Jusufit ndaj babait, vëllezërve si dhe vëllaut të tij të vogël Bunjaminit. Ai Jakubi tha: "Unë hidhrimin tim dhe pikëllimin tim ja parashtroj Allahu Xheleshanuhu. E unë di për Allahun atë që ju nuk e dini." Jakubi u tha bijve të vet: "O bijtë e mi, shkoni dhe hulumtoni në Egjipt për Jusufin dhe vëllain e tij. E mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në Allah." Shkuan e kur hyn tek ai, i thanë: "O ti Zotri, neve dhe familjen tonë na ka goditur skamje vështirë, kemi ardhur me një mall të vjetër, e ti pra na mbush masën barrën dhe na dhuro. Allahu i shpërblen ata që dhurojnë." Ai Jusufi tha: "A e dini çka keni bërë me Jusufin, vëllain e tij kur ishit ignorant?" Ata thanë: "A ti je vetë Jusufi?" Ai tha: "Unë jam Jusufi. E ky është vëllai im. Allahu na dhuroi shpëtimin, sepse ai që ruhet dhe duron s'ka dyshim se Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve." Ata thanë: "Pasha Allahun vërtet, Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne vërtet ishim fajtor." Ai tha: "Sot s'ka qërtim kundër jush. Allahu i falt juve. Ai është mëshirues i mëshiruesve. Ju shkoni me këtë këmishën time dhe hidhini atë mbi fytyrën e babait tim, e atij do t'i kthehet të pamërit, e pastaj ejani tek unë me tërë familjen time." Surja Jusuf ajete 86-93. Jusufi a.s. edhe pse u la në mes të rrugës nga vëllezërit e tij, kaloi shumë kohë dhe Allahu i dha pozitë të lartë. Ai asesi nuk u bë indiferent, por me mëshirë ju ofroi dashuri dhe afërsi. Me dashuri dhe në dashuri thret ky Islam i bukur, ku nënën e baban në urdhëron t'i duam, për ta sakrifikojmë ashtu siç ata për ne në vegjëli u kujdesën. Me dashuri ky Islam na mëson ta duam atë dheun. Ishte viti 622, kur Muhamedi a.s. bashkë me besimtarët e tjerë u dëbuan nga tokat e tyre, nga vendlinja e tyre, u dëbuan nga njerëzit e tyre që ishin me besim të gabuar. Ata me dhimbje ndjejnë largimin dhe dashuria për atë dheun e tyre asnjëherë nuk u hiqe nga mendja. Shumë poet musliman e trajtuan Islamin dhe thanë se ai flet për dashuri dhe thirrën në dashuri e njohshmëri. Poeti Rumiu thoshte: "Është një art gjallë", thoshte Reinhardt, ku në gjirin e tij rreh një zemër poeti, një poet i zemrës si Mevlana. Është e lidhur drejt me dritën e jesisë të uhidit të Allahut, i cili është dritë mbi dritë. Vetëm me këtë dritë njerëzimi në përgjithësi i çelen syt. Vetëm me këtë dritë shqiptarët në veçantë kanë më ngrit. Vetëm me dritë dhe dashuri hyjnore të gjithë do të korrin fitore. Kur e kishin pyet Mevlanën çka është dashuria hyjnore, ai është përgjigjur: "Bëhu si unë dhe shehet." Romiu në një poezi të tij shprehet: "Si mund ta shoh unë, do të shkam para e pas, nëse dritat e dashurit s'më ndrit para e pas." Muslimanët paraqiten model edukimi dhe dashurie edhe ndaj racave të tjera, duke mos bërë dallime racore. Ata zgjodhen Bilalin radiallahu anhu muezin
thirrësin e parë të ezanit për t'i lajmëruar njerëzit për namaz. Ata kishin dashuri për të gjithë dhe nuk urrenin askënd. Islami është dashuri sepse përmes dashurisë ne do u tregojmë të vërtetën të tjerëve dhe prej urtësive të thirrësit duhet të jetë dashuria dhe maturia në thirrje. Lidhje me këtë Allahu na lajmëron në Kur'an. Në surën Nahl ajetin 125. Ti o Muhammed, thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata në mënyrën më të mirë. Zoti yt është ai që di më së miri atë që është larguar nga rruga e tij dhe ai di më së miri për të udhëzuarit. Pra duhet butësi dhe dashuri, sepse kështu na mëson Allahu në Kur'an. Në surën Al Imran, po ashtu ajetin 159, ti ishe i butë ndaj tyre, nga sa Allahu të dhuroi mëshirë, sikur të ishe i vrasht e zemërfort, ata do të shkapërdreleshin prej te. Andaj ti falja atyre dhe kërkon ndjes për ta e konsultohu me ta në të gjitha çështjet. Ne duhet t'ua prezantojmë me butësi dhe dashuri Islamin të tjerëve dhe jo me ulërima dhe vërtima, e as me tone arrogante siç bëjnë disa ligjërues dhe predikues amator. Duhet pasur kujdes dhe maturinë të folur, sepse çka del nga zemra godet në zemër. Muhamedi a.s. thoshte devotshmëria është këtu dhe bën të me shenjë në drejtim të zemrës, et taqwa hahuna. Muhamedi a.s. i tha Muadh ibn Xhebelit para se të shkonte në Yemen, o Muadh, të dua shumë. Pra para se të nisin misionin si ambasador i Islamit, ai u këshillua dhe u trajtua me dashuri. Harun er-Rashidi, prisi i drejtë. Harun er-Rashidi bën pjesë ndër halifet më të famshëm të periudhës së Abasidëve. Për të flitet edhe në tregimet 1001 net. Ka qenë dashamir i vërtet i artit dhe kulturës. Ka shpenzuar mjete të mëdha për shpërblimin e dietarëve. Ka qenë amator i muzikës, andaj në kohën e tij jetuan kompozitorët më të njohur. Gjatë kohës së Harun er-Rashidit, shteti islam gjendej në kulmin e fuqisë dhe të famës së tij, ndërkaq Bagdati ishte qendra kulturore më e madhe dhe më e njohur. Ky halif i madh në oborrin e tij mblodhi filozof, poet, artist, arkitekt dhe shumë dietar të tjerë nga e tërë bota që njihej atëherë. Sipas monumentalitetit, në veçanti u dalluan xhamit, oborret, observatorët astronomik dhe punëtoritë. Bagdati kishte shumë biblioteka private dhe publike. Xhamit nuk shërbenin vetëm për faljen e namazit dhe për mbajtjen e ligjëratave, por edhe si biblioteka publike dhe salla leximi. Shkolla e parë e lartë që ajo Nizamie, e ndërtuar gjatë kohës së Arsimusit Nizamul Mulk 1065-1067. Universitetet e hershme evropiane morën disa përvoja të Nizamies. Në këtë institucion të lartë shkollor ligjëroi edhe dietari i famshëm El Ghazaliu. Ibn Xhuberi, historian, kumton se në kohën e tij në Bagdad ka pasur afro 30 shkolla. Në një rrugë të Bagdatit kanë ekzistuar më se 100 librari. Duhet theksu se në Bagdad u ndërtua fabrika e parë e prodhimit të letrës në vitin 794. Gjatë kohës së Harun er-Rashidit, në zyrat shtetërore filloi të përdorej letra. Në vend të pergamenit, deri në fund të shekullit të 10 në tërë botën atëhershme islame, letra më ishte e vetmja në përdorim. Bismillahirrahmanirrahim. Të vërtetën e ka thënë Allahu xhaleshanuhu, duke na treguar përmes Kuranit famlar. A mos u krijuan prej kurgjës, apo ata vetë janë krijues? A mos ata i krijuan qiejt e tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. A mos tek ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotrojnë? Kur'an 52:35-37. Trupi ka nevojë për dërgimin e pandërprerë të lëndëve ushqyese dhe menjanimin e mbeturinave dhe hedhurinave, dhe që të mund të zhvillohet, lëviz dhe të reziston sëmundjeve. Tri enigma të lidhura për ushqimin e qelizave trupore janë: riprodhimi i lëndëve specifike ushqyese nga të cilat shumica nuk mund të gjenden vetvetiu mbi tokë, prodhimi i sasisë të mjaftueshme e cila është e domosdoshme për çdo qelizë të gjallë mbi tokë, dërgimi i ushqimit deri te çdo qelizë pa marrë parasysh se në çfarë pjese të trupit gjendet. Bimët i prodhojnë këto lëndë në formë të lëndëve të para, ndërsa sistemi digestiv i shndron në lëndë të kërkuara. Bimët i ndërtojnë lëndët e para ushqyese nga lëndët e para që janë në tokë të përshtatura në sasi të mëdha, prej kur është krijuar ajo, siç janë toka pjellore, uji, drita e diellit, ose prodhohen
për çdo ditë në sasi të mjaftueshme, sikurse që janë farat, kërcejt e bimëve, fabrikat e gjelbërta dhe dioksid karboni. Janë të nënvizuara rrugët e jashtëzakonshme për dërgimin e lëndëve të para toksore deri te fabrikat e gjelbërta në brendësi të bimëve, sikurse që janë të përcaktuara pjesët e bimës për depozitimin e lëndëve, materieve ushqyese dhe grumbullimi i tyre në një hapësirë mundësisht më të vogël. E këto janë frutat. Ai i cili e jep furnizimin ka krijuar për njeriu ende sa ka qenë në mitrën e nënës. Aparate të përsosura të cilat ndihmuan me zvete gjatë dërgimit të lëndëve ushqyese pas përpunimit të tyre në lëndë përkatëse, deri te çdo qelizë në trup. Sistemi digestiv përbëhet nga dhëmbët, përshtymes, muskujve, përtypje, gjuhës e cila lëviz dhe rrotullon laringun e gjuhës esofagut, i cili bën lëvizje rrethore dhe i cili sekreton jarg, lukthit stomakut, në cilin gjenden lëngjet enzimet për tretje, zorr, të cilat janë të lidhura me zorr të verbër, në të cilën gjenden ekstraktet për tretje dhe fijeve të cilat e absorbojnë ushqimin. Gjaku në grup arrin deri te zorrat në cilat gjendet ushqimi i tretur, domethënë lëndët përkatëse për ushqimin e qelizave, edhe e bardhë dhe qarkullon me të afër çdo qelize, të cilën përmes lëngut limfatik në përfijet e gjakut e dërgon deri te qelizat. Lëngu limfatik i dorëzon mbeturinat dhe hedhurinat, të cilat i ka pranuar nga qelizat. Përmes fijeve të gjakut, ashtu që me qarkullimin e gjakut, të gjitha mbeturinat të dërgohen deri te aparatet të cilat janë të përgatitura për menjanimin e tyre nga trupi. Sistemi nervor merr pjesë në rregullimin e gjitha këtyre operacioneve në organizimin dhe në organizmin e njeriu. Gjitha këto fal Allahut subhanahu wa taala, i cili e krijoi njeriu me një perfeksionizëm të jashtëzakonshëm. Prandaj Allahu është shpikësi, krijuesi, formuluesi, ai i cili këto krijime i bën të nënshtura ashtu që ushqimi të përgatitej, grumbullohej dhe shpërndaj. Pra Allahu është krijuesi i cili na furnizon ne fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatin matin. Me të vërtetë pra Allahu është furnizuesi juaj, krijuesi i cili ju krijoi dhe ju jep oksigjen vazhdimisht. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Kush i ka caktuar lëndët e para në sasi të mjaftueshme, të cilat janë të mjaftueshme për nevojat e çdo qenie të gjallë? Kush i ka përcaktuar sasitë e këtyre lëndëve, të cilat i përgjigjen atij i cili jeton nga ato? Kush i ka krijuar këto lëndë të para, farat, ujin, tokën pjellore, për rritjen e bimëve dhe kafshëve, dritën e diellit, dioksidin e karbonit, fabrikat e gjelbërta? Kush i dha me bollek? Çfarë do të ndodhte sikur toka të ishte krijuar pa njërin nga lëndët e përmendura? Zoti i lartësuar ka thënë: ai që në të vuri kodrat e forta, ja shtoi të mirat asaj dhe brenda 4 ditëve të plota caktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Pra për ata që pyesin për kohën e krijimit të saj. Sikur të ishte zmadhuar shtresa sipërfaqësore e tokës për disa kilometra, do të ishte konsumuar oksigjeni, i cili është tani i pranishëm për krijimin e shtresës të korës dhe shtesës së korës së tokës. Dhe atëherë nuk do të kishte as bimë as kafsh, por as dioksid karboni. Në mbar botën, në ujë gjenden 88.8% oksigjen, kurse tjetri mbetja është hidrogen. Sikur sasia e hidrogenit të ishte dyfishuar gjatë ndarjes së tokës, atëherë nuk do të kishte oksigjen dhe uji do ta kishte mbuluar çdo pikë të tokës. Sikur dita të zgjatej për 10 gjatësi të tashme, dielli do t'i shkrumonte të gjitha bimët në tokë. Andaj kush është ai i cili ka përcaktuar gjatësinë e natës dhe ditës në tokë, me aq sa është e nevojshme për jetë? Duhet ta dimë që në disa planete dita është 10 herë më e gjatë se te ne, kurse në disa vende të caktuara është për herë ditë e në disa për herë natë. Thuaj sikur Allahu ta bënte natën të përhershme tu asgjaste deri në ditën e Kiametit. Ç'mendoni, cili Zot posa Allahut do t'ju sillte juve dritë? A nuk merrni vesh? Thuaj më tregoni se Allahu a bën ditën të vazhdueshme deri në ditën e Kiametit. Cili Zot posa Allahut do t'ju sjell natë që të pushoni në të? A nuk shihni sa po gaboni? 28:71-72 Kur'an. Kush e përcakton lëvizjen e tokës rreth diellit duke u kujdesur mbi ndriçimin e diellit në atë mas sa është i nevojshëm për bimët dhe për çdo gjallësë që është në tokë? Po sikur dielli të largohej nga ne për gjysmë largësie që është mes nesh dhe diellit, do të ishte ngrirë çdo gjë e gjallë, po nëse do të ishte afruar aq, do të digjej çdo gjë e gjallë. Kush e ka organizuar prodhimin e bimëve që të mund të merrni me lehtësi lëndët e para? Kush i bar deri tek këto lëndë të para? Kush e transferon ujin nga avulli, e ngrit, e kondenzon, i krijon rreth, e lëshon, e tubon dhe e bart në vendin ku gjenden pompat e rrënjes së bimit. Kush e vuri bimën në shërbim dhe e detyroi të bëjë lëndë të jashtëzakonshme dhe me vlerë të madhe, dhe që nuk mund të vlerësohen, të cilat i përshtaten ushqimit të kafshëve dhe njerëzve, proteinat, amidonet, yndyrnat, vitaminat dhe kriprat. I lartësuari Zot Allah te berekoteala ka thënë: kush është ai që ju ushqen, po që sa ai u ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush, por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërvënie.
67:21 Kur'an. Kush i ndërtoi me miliarda fabrika të tilla të vogla dhe të gjelbërta, të cilat e mbulojnë tokën dhe me ngjyrën e vet të gjelbërt, pra që është gjelbronjëse. Kush i krijon për çdo ditë këto fabrika unitare në çdo bimë që rritet dhe në çdo gjeth që krijohet. Kush ja dha kësaj fabrike të vogël këtë fuqi të habitshme që të transformojë kriprat toksore, ujin, dioksid karbonin dhe dritën e diellit në sheqer. Kush mandej e transformon në lëndë përkatëse për ushqimin e njeriu dhe kafshës. Kush këto lëndë të prodhuara i bart në këto depo të ëmbla ushqyese, fruta, ashtu që njeriu t'ia lehtësoj që në mënyrë më të lehtë të arrijë deri te sasia më e madhe e ushqimit. Kush ta krijoi gojën dhe ka ditur që ajo gjendet në fillim të sistemit digestiv, të cilës ja shtoi dhëmbët të bukur dhe të dukshëm, të cilat grinë, kafshojnë dhe bluajnë. Kush ka dhënë që eshtat të jenë të mbuluar me mish përveç në gojë, ku eshtat duhet të jenë të zbuluar. Kush është ai që e di që grirja, kafshimi, blurja, zbuturit e ushqimit janë të domosdoshme për lëshuar në lesuar të tij në ezofag, e mandej në lugë stomak. Andaj për këtë shkak i krijoi muskujt lëvizjes rreth dhëmbëve. Kush është ai që e krijoi gjuhën, e cila me shkathësi e rrotullon. Kush i ndërtoi këto gjendra të cilat në gojë sekretojnë pështymen, e cila e zbut kafshatën e ushqimit dhe me të ngjiturit e vet i bashkon pjesët e tij, duke kryer me këtë një etapë të tretjes. Kush është ai, o ju që jeni të dhuruar me vetdije? Allahu i lartësuar ka thënë: nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë e dy buzë. Kush e krijoi këtë gojë, fillimin e sistemit digestiv, me të gjitha këto mjete ndihmëse, të cilat gjenden në të, vende përgjegjëse dhe me veçori përgjegjëse. Kush është ai, o ju të cilët mendjen keni? Ja të ndalemi pak te gjuhësa e cila gjendet në fyt laring, e cila përcakton hyrjen e ajrit në gabzher, sikurse ushqimin në ezofag, o sikur të mos ishte krijuar kjo gjuhës. Do të hasnim në defekte dhe të meta në sistemin digestiv, sikurse edhe në sistemin respirativ, ashtu që njeriu kishte vdekur. Kush kishte mundur të di për një domosdoshmëri të tillë, për këtë gjuhës të veçantë nga mishi dhe gjaku, dhe kush ka mundur që ta vëjë në këtë vend të jashtëzakonshëm të organizmit të njeriu, ende sa ishte embrion në barkun e nënës. Dhe e njoftoi me atë që embrioni do të dalë nga ky vend i kufizuar i mitrës në hapësirën dhe gjerësinë e kësaj bote, që do të hajë dhe do të marrë frymë, që ajri dhe ushqimi do të kalojnë nëpër të njëjtin vend, dhe që është e domosdoshme të krijohet gjuhëza, e cila do ta përcaktojë rrjedhën e ushqimit dhe ajrit. Me fuqinë e tij mëshiruese, Allahu subhanahu wa taala krijoi gjuhën nga mishi dhe gjaku të përshtatur vetisë së kërkuar sipas konstruksionit vet, vëllimit, peshës dhe të vendosurit sakt në vendin e përcaktuar. Vallë, a nuk po sheh që të gjitha këto janë zhvilluar me njëri paraprake, të përcaktuara, të udhëhequr në urtësi dhe përcaktim preciz, ose ndoshta në mendjen tonë gjendet mungesa, sikurse që është mungesa arsyeve të kokforta të ignorancës, xahilitetit, të cilat kanë pohuar se të gjitha këto kanë ngjarë në befasi, dhe që të gjitha këto janë krijuar pa dije dhe kuptim të lidhura për zbatimin e këtij roli të rëndësishëm. Apo mishi dhe gjaku, gabzherë ose esofagu, posedojnë urtësi dhe të udhëhequrit. A mos vallë, mitra e nënës është pronare e kësaj urtësie të habitshme të ndërtimit të jashtëzakonshëm dhe kopimit përcis. A mos ndoshta mitra e nënës është ajo e cila di se çfarë do të ndodhë me embrionin pasi që del nga jo, dhe ndoshta di që embrionit do t'i duhej gjuhësa. Andaj e krijoi në vendin kryesor të organizmit. A është vallë në rregull të përmendurit dhe të përshkruarit e forcës së diturisë të menduarit dhe të udhëhequrit mitrës? Allahu i lartësuar ka thënë: o ti njeri, po ç'të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e jurt, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi, të formsoi në formën që ai dëshiroi. Qytetërimi në Bagdad. Qytetërimi librat në Bagdad, i njohur si shtëpia e mendimit, Darul Hikme, ishte një qendër e rëndësishme e studimit, përkthimit dhe ruajtjes së dijes gjatë shekullit 9 dhe 10. Në vend të një qytetërimi në vetvete, ishte një institucion i fuqishëm që kontriboi në zhvillimin e një qytetërimi intelektual. Ishte një nga institucionet më të rëndësishme në botën islame të asaj kohe dhe luajti një rol të veçantë në ruajtjen dhe përhapjen e dijes së botës antike. Veçoritë kryesore ishin përkthimi sistematik. Një nga aspektet më të rëndësishme ishte përkthimi i teksteve shkencore, filozofike dhe të tjera nga greqishta, siriake, persishte dhe hebraike. Ky përkthim ishte jo vetëm një proces i thjeshtë, por një përpjekje për të kuptuar dhe për të përshtatur ato kontekstit islam. Kjo u bë në mënyrë të organizuar, duke angazhuar përkthyes të shquar që ishin kompetent në shumë gjuhë. Tekstet e përkthyera mbulonin fusha të ndryshme, duke përfshirë astronomi, matematikë, mjekësi, filozofi dhe shkencat natyrore. Biblioteka ishte mjaft e pasur. Darul Hikme ishte një bibliotekë e madhe që ruante një numër të madh të manuskripteve. Kjo siguronte një burim të pasur të dijes për studiuesit dhe shkencëtarët,
Rëndësia e bibliotekës nuk ishte thjesht në madhësinë e saj, por në mbledhjen e teksteve nga vende dhe kultura të ndryshme. Shkollat dhe studimet. Institucioni ofronte shkolla për studime të ndryshme ku përkthime të reja mund të analizoheshin dhe studiuesit mund të merreshin me to. Kjo krijoi një atmosferë intelektuale të fortë, ku ide të reja mund të zhvilloheshin dhe të diskutoheshin. Shtëpia e mendimit Darul Hikme kishte një staf të madh studiuesish, matematikantësh, filozofësh dhe shkencëtarësh. Zhvendosja dhe përhapja e dijes, punimet e përkthyera dhe të studiuara në Darul Hikme nuk u mbeten vetëm në Bagdad. Studiuesit dhe dietarët që punonin në këtë institucion ndikuan në qendrat e tjera të nxënit në botën islam, duke ndihmuar në përhapjen e dijes nëpër tokat e muslimanëve. Ndikimi. Darul Hikme kishte një ndikim të madh në zhvillimin e shkencës dhe të filozofisë në botën islame dhe më gjerë. Përkthimet e bëra këtu i lehtësuan studiuesit musliman të ndërtonin mbi bazën e dijes së botës antike. Kjo kontriboi në një kohë të lulëzimit të dijes në botën islame. Veprat e disa personaliteteve të rëndësishme të asaj kohe si Al-Hawarizmi, Al-Razi janë lidhur me punën në Darul Hikme. Shtëpia e mendimit nuk ishte vetëm një bibliotekë apo shkollë, por një forcë e rëndësishme që ndikoi në zhvillimin e kulturës dhe shkencës botërore. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në gjithësi sundon sistemi çift. Allahu i madhruar thot: I pastërt nga tmetat është ai që krijoi të gjitha llojat çiftet nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk din. Kuran 36:36. Krijimi i krijesave në meshkuj dhe femra mbi rrezullin toksor është nga argumentet më të forta për ekzistencën e krijuesit të madhërisëm. Kështu njeriu është mashkull dhe femër. Kafshët janë meshkuj dhe femra, madje edhe bimët, disa prej tyre mbartin organe mashkullore dhe disa të tjera elementet femërore. Kështu për shembull lulet e misit, disa prej tyre, pra të kollomoqit, mbartin organin mashkullor. E disa të tjera ato femëror. Lulet mashkullore janë në majt e bimes, ndërsa ato femëror janë në kallirin e misrit. Kështu të gjitha pemet frytdhënëse dhe bimet me lule kanë lule pra mashkullore dhe femërore, me të cilat vazhdon pra jeta, rotacioni dhe cikli jetësor. Kujtoni rastin e Nuhut alayhis salam, i cili mori në anijen e tij të gjitha çiftet kur ishte duke u përmbysur njerëzimi. Dhe sigurisht kjo është një urtësi e madhe. Padyshim që sistemi çift është sistem i kësaj gjithësie. Negativja i korrespondon pozitives, elektroni protonit, simboli femëror X, simboli mashkullor Y, dhe e bardha femërore e ajo mashkullore e kështu në çdo gjë. Dhe ne e krijuam për çdo sendi dy lloje, mashkull dhe femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit të Madhërisëm. Kurani 51:49. Andaj, kjo është për urtësive të Allahut të Madhërisëm, pra krijimin e çift, prandaj martesa dhe formimi i familjes, edhe kjo është prej urtësive nga Kurani dhe Suneti. Ashtu siç na mësonte edhe pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhis salam, që u thoshte të rive: ja mashari shabab, o ju të reja, martonu sa më shpejt në mënyrë që të krijoni familje dhe të leni trashëgimtar, besimtar në rrugën e drejtë, Siratal Mustaqim. Qytetërimi i Abasitëve. Ardhja në pushtet e dinastisë së Abasitëve karakterizohet me ndarje politike të botës deri atëherë të bashkuar islame. Shteti islam së pari u përgjysmua e pastaj u nda në shumë shtetet pavarura abasite. Cordova, Spanja, u nda në hilafet të mëvetësishëm, i cili deri në rënien e tij 1492 mbeti ndar nga hilafeti lindor, ku Bagdati e zëvendësoi Damaskun si seli e re. Abasitët nuk u dalluan siç lirues të mëdhenj në përjashtim të disa ofensivave që ndërmonën me këmbësit e tyre provinciale, të cilët edhe pse njihnin pranonin halifin, prapse ishin shumë të mëvetësishëm. Fuqia dhe shkëlqimi i shtetit të tyre nuk zgjati më tepër se një shek. Deri në kohën e Abasidëve shteti u zgjerua me të madhe. Atyre u mbeti që këtë shtet vetëm ta rregullonin dhe organizonin dhe të bëheshin superfuqia e parë në botë. Hilafetin Abasid, këtë pozitë më të lartë në shoqërinë islame, rëndom e udhëheqnin të miturit. Halifet e parë Abasid ishin të aftë kur bëhet fjalë për kryerjen e detyrave që ndodheshin para tyre. Gjatë kohës së tyre u punua shumë për ngritjen e shtetit në planin ekonomik dhe kulturor. Krahinat e pasura të Mesopotamisë, të Sirisë dhe të Egjiptit që në duart e shtetit musliman. Në shtet mbretëron të mirëqenia, të ardhurat e mëdha u mundsonin halifëve abasit që të shpenzonin mjete fabuloze për kulturën. Në qytete që ndërtuar shkolla të ndryshme dhe biblioteka të pasura. Dituria dhe arti morën hovë të madh. U ngritën qytete të mëdha, kurse në qytete shumë godina ndërtesa madhështore. Qytetet islame të asaj kohe kanë qenë qendra të vërteta kulturore. Halifët më të
të njohur të kësaj dinastie qenë Abbas es-Sefahu, Xhafer el-Mansuri, Harun el-Rashidi i drejti dhe el-Memuni. Në mënyrë që të mbroheshin, Abbasitët formuan ushtri të posaçme të përbërë prej turqve dhe të huajve të tjerë. Mirëpo kjo ushtri shpejt u trimërua, kështu që më nuk i dëgjonte as eprorët e vet ushtarak. Humbi disiplina ushtarake, siç ishte ajo gjatë kohës së Halid bin Velidit dhe Haxhax bin Yusuf e Kafiut. Ashtu, historianët u marrin për gabim Abbasitëve transferimin e Selis në Irak, i cili gjithmonë ka qenë djep i kryengritjeve e veçanërisht të Avarixhve. Kur Xhingis Khani filloi të dëgjte të peshte me hordhitë e tij kriminale nëpër qytetet islame, halifët morën një qëndrim të tillë sikur kjo s'kishte të bëjë me ta. Halifi i fundit i Bagdadit, El Mustasimi, erdhi në pushtet kur halifati nuk lunte kurfar roli. Atë botë në Bagdad mbretëronte një tension i madh ndërmjet shiitëve dhe sunitëve. Çka hordhitë tatare e shfrytzuan për të depërtuar në Bagdad, ta mbysin halifin, të mbysin njerëzit dhe ulemat më të famshëm, dietarët e njohur, e pastaj të rënojnë e të djekin gjithçka që u vinte në dallditë e tyre barbare. Kjo ndodhi në vitin 1258. Me mbytjen e halifit Mustasim u luftua dinastia Abbasite në Bagdad pas udhëheqjes së shtetit musliman afro gjysmë mileniumi 750-1258. Me hyrjen e tatarëve në Bagdad nën komandën e nipit të Xhingis Khanit, u lagot u shkatrua tërë ajo që muslimanët me shekujt e tëre kishin ndërtuar. Librat e shumë bibliotekave të Bagdadit u hodhën në lumin Tigër. Shtrati i Tigrit, sipas disa historianëve, u zu prej librave të shumë, kështu që lumi doli prej shtratit të vet. Për 40 ditë tatarët e plaçkitën Bagdadin dhe shkatruan gjithçka, kështu që Bagdadi më asnjëherë s'mundi të arrijë një shkallë të tillë përparimi. Dhe aty thuhet se u morte porza e qytetërimit islam dhe shkatrimit që ju bë librit dhe diturisë. Edhe pse tatarët qenë poshtues të Tiranës mund të rezistonin ndikimit të kulturës dhe qytetërimit islam, ndaj edhe vetë pranuan islamin dhe u bën musliman.